e kemi djeg. O zot sa jemi kënaqur. Mirëmëngjesi. Sot është një ditë e re, mëngjes tjetër nga ai i Krishtlindjeve. Mbaroi festa, tani fokusohemi tek përgatitja e ditëlindjes. Sot kam lënë orare për të bërë trajtime, pastaj kam lënë orarin për të lyer flokët, prandaj nuk i kam mirë sepse sot do lyejm rrënjën dhe një herë flokët siç i kishim në fillim fare, që ti kem gati. Nesër ne kemi festën e punës. Pastaj mbasi më duket do shkojnë në Tiranë, nëse do arrij gjithmonë të mbaroj shpejt me flokët për të mbaruar një takim tjetër. E kështu me radhë, pra praktikisht kemi nisur me të gjitha përgatitjet. Pas nesër do shkoj të bëj thonjt, edhe këto gjërat e bukura. Jam veshur tani, do marr edhe një xhaketë sipër se është ftohtë, sa do që duket sikur ka dalë dielli. U vesha, jam gati, kam veshur këto streqet, këtë bluzën e gomuar dhe këtë bomberin. Tani ika se jam pak si shumë vonë. Bleva dhe një lule orkide, duke qenë se Beauty Time është transferuar tek ambienti i ri, edhe pse jam vonë, me duhet patjetër të merre një lule. Sa po kam marrë në shtëpi, thash ti tregoj dhe një herë flokët. O zoti ma, me këto flokët unë jam bërë, nuk di. Që as vetë nuk e di. Pra, edhe më pëlqejnë, edhe ndihem weird, edhe gjitha këto. Jam e sigurt që kjo do jetë hera e fundit, por shikoj një pak se sa të bardha i kam bërë. Them hera e fundit është se kam frikë se do i dëmtoj shumë. Nëse ju duken pak fare si të verdha, i kam zgjedhur vetë. Unë më pëlqejnë flokët gri, më pëlqejnë shumë në të verdh sesa në gri, në ujërat e gris, nuk më shkojnë shumë. Më shkojnë shumë e ngrohta dhe jo shumë e ftohta. Po shikoj një pak. Po mama! Sa e çuditshme është kjo ndjesia që ti dukesh kështu e bardh fare. Beka! Po luan? Ku është Gjesina? Ku s'ka Gjesina? Shko te Gjesina. Zemra ime. Jo, nuk po lyem. Nuk po lyem, je bë çuramane. Ju ka marrë malli për bekushin. Shife si është bërë. Si e bë pis. Shko thuj nanës ta lajë dorën. Shife si ke bërë pis dorën. Shko thuj nanës ta lajë dorën. Lajë nana dorën. Nuk da. Jo, asgjë nga këto nuk do t'jap mami, asgjë. Mi ke prish të gjitha, absolutisht të gjitha. Do t'jap mami një trandafil, në fakt shumë trandafila. Wow, sa bukur. Shkoj jepja Gjesinas. Do shkosh t'ja japësh? Shkoj jepja. Thuaj, merri trandafila thuaj. Mi qenë se dolem këtu, Gjesina quhet, nuk e di nëse jo kam thënë, Nani, ka emrin Gjesina, shumë emri i bukur. Dhe thrasi më shumë Gjesina se sa Nani. Sepse nëna thrasim mamin e Rogertit, fëmije do më thënë, edhe do bëshim çorb. Kështu që, nuk jam mësuar me këtë jetesën ende, duket pak e çuditshme. Mirë, shumë mirë, normalisht se na vjen habi kur gjejmë gjëra shumë të rregullta në çdo kënd, pastër, dikush na rri në këmbë për çdo gjë që ne duam, ose duam të lëm diçka ose të ngrem diçka tjetër, po jemi të gjithë njësoj të përfshirë. Domethënë se si më duket ço me marr vetë, nuk i them dot asaj ma sjell, ose kam diçka për ta bërë, e bëj vetë, nuk kurse lë që të ma bëj. Akoma si më mësuar me këtë që edhe po e lej këtu atë gjën ose pa vend. Në thonjza, ta marrë dikush tjetër, ta qoj të vendi vetë. Ende nuk kemi mësuar me këtë gjën, por tani, se nuk dua të mësojmë të bëjmë përtace, që mos bëj gjërat e mia, dua t'i bëj sërish vetë, por për shembull kur nuk kam kohë që dal me vrap dhe le ndonjëherë rrëmuj dhomën ose këtu make-upet,
që ka ndodhur zakonisht, i kam lënë rëmuj, se s'më del që edhe të bëjmë gati, edhe të flas, edhe të bëj video, edhe të editoj, edhe të postoj, edhe me bekin në përkëmbë, edhe të vishëm edhe. Normalisht që nuk më del kohë që çdo ditë i let në rregull, edhe kur vje këtu dhe i gjej çdo gjë të pastër në vendin e vet. Nuk e di. Është ndjenjë e bukur e çuditshme, mbase na bëni dhe ju ndonjë pyetje që ndoshta nuk po di çfarë t'ju them tani. Gjithsesi, ju kam thënë edhe në fakt dhe ju i keni pëlqyer këto vlogmas që mbas dhjetorit dua të jem aktive, siç kam qenë këtë muaj, mbase jo kaq shumë ose mbase edhe më shumë nuk i dihet. Por do doja shumë nga juve na jepni ndonjë ide, kam besim. Për shembull, siç janë vlogmas ose siç janë siç pata bërë para 2 vitesh Summer in the City ose nuk e di, dua një temë ose një titull si t'i quaj vlogjet e mia në të ardhmen. Pra, mund të bëj 2 video në javë, t'i postoj pra. Nuk e di, nuk kam ndonjë ide për momentin, do doja një titull që më përket vetëm mua. Për shembull, si mendoni ju, si t'i quaj unë këto vlogjet? Në ato çfarë keni parë deri tani, domethënë pak a shumë ky lloj ritmi, kjo lloj jetese, këtë lloj videosh, mbas edhe më mirë gjithmonë, patjetër, por praktikisht kjo gjëja si do donit ju ta titullonit. Që mos të vendos weekly vlog se s'po di çfarë të vendos, prandaj e vendos ato nga që janë mix nga gjithë java. Na thoni ju ndonjë emër, ndonjë titull, ndonjë ide, kam besim te juve. Që të na gjeni ndonjë gjë të bukur edhe ma komentoni poshtë kësaj video që unë të më vije, ose mund të vini edhe në Instagram, në DM, të më shkruani, po nuk e di nëse Dori do t'jap të gjitha ose po mund t'i shkruani edhe këtu poshtë. Sa frikë kam që mos do me këputën. Kiara tha i ke shumë mirë. Jem e fat që ke këto lloj floku, edhe pse kemi bërë gjithë këto dekolorant, ke në gjendje shumë të mirë. Por normalisht në të ardhmen ato sa vinë e dëmtohen, sa vinë e hollohen, sa vinë nuk e kanë më atë gjendjen si që do ishim pa dekolorant. Ndërkohë kam marrë këto kultukun që nuk ja u kam treguar te Jusku, e kam marrë një dark që isha më shumë me vrap edhe një tavolin për ta vendosur këtu. Tani unë e bëra matin për ta bërë me porosi, por duke qenë se mobilieri im do ma vonoj, e dija këtë faktin. Thash, me qenë se kalova, me pëlqeu kjo, thash ta marr këtë te Jusku. Është shumë e vogël si tavolin, pra ka që bie të jetë. Por mendoj se është fikse, këtu nuk dua ta bëj shumë të madhe që të më zër vend. E bindur që arsa e kam tani aty te rafti është, domethënë është fiks një gjë. Ku e ka këtë katalogu? Nejse, jemi munduar ta ndërtojmë. Nuk e ndërtojmë dot deri në fund, kështu që po pres mobilierin të vi dhe ta sistemoj. Do vendos këtë pasqyrën, jo atë që e ka të vetën, do vendos këtë se kemi LED, ndërsa ky kultuku do jetë këtu. Dhe ky këndi do jetë i imi për të bërë make-upin. Këtu kam dritë natyrale, këtu do vendos këtë pasqyrën me LED dhe mendoj se e kemi zgjidhur hallin e dritës. Dhe kjo më pëlqeu shumë se kishte shumë hapësirë. Këtu për shembull mund të fus të gjitha këto pjastrën, Dyson, bigodinat, krëra që do më duan, për shembull kur unë mund të krej flokët, e nxjerr nga këtu. Edhe para pasqyrës thaj flokët, rregulloj flokët dhe në fund fare i fus, sepse dua të eliminoj shumë gjëra nga kjo zona. Për shembull, këtë këtu do eliminoj, do vendos atje. Pra të gjitha këto produktet që unë do bëj make-upin, do i vendos tek tavolina atje e make-upit dhe praktikisht kjo hapësira mund të mbushet me kostume sportive që për momentin kam shumë. E kam vënë këtu. Nisa t'i bëj estetike, por prap nuk kam ku t'i vendos, kështu që këto do t'a shfrytëzoj. Gjithashtu, te ky koshi këtu, kam futur të gjitha këto mrokullat e flokëve, kapsat, krërat, Dyson, pjastër, mash, të gjitha këto prondet.
këto kasat kam përfundu këtu se s'kam ku t'i lë. Kështu që edhe kjo do eliminohet. Edhe këtu do vendos veshje që të kem sa më shumë hapësirë për veshjet. Se kam shumë veshje, kam shumë gjëra. Kjo gjëja del këtu. Edhe këtu gjithsesi kështu do rrije këto syzet e përditshme, parfumet, këto gjëra, të kuptoni vetë ju. Këtu e kam mbushur me çanta. Këtu madje po mendoj të heq të gjitha këto setet linoti, çojt e dollapi që i kam atje tek zyrat e puna, që të vendos vetëm xhaketa ose xhaketa palto, do të thonë t'i ndaj, të kem pak më pak, vetëm gjëra që përdor, se sa t'i vendos të gjitha kështu të ngjitura, se tani nuk është se kemi shumë hapësirë, këtë që e kemi, ta kemi shumë minimalizëm, thëmë mos kemi shumë gjëra. Tani që të bëjmë, kështu është kur ke një garderob më të vogël. Tani, e vogël në krahasim se çfarë kisha më përpara me një dhomë të tërë për vete. Por Aili kur e erdhi para ca ditësh, më tha që nga më e madhe se në foto dhe video që unë e shikoj. Pra, është mjaftueshëm e madhe, është tamam një garderob që mund të jetë brenda një dhome, nuk mund të jetë një garderob më e madhe se kaq në dhomën e krevatit, vetëm garderoba që kisha atje vetëm për vete dhe s'kisha asgjë tjetër mund të jetë e madhe. Ka hapësirë sa duash, është e lartë, edhe anash. Mua mjafton të jem e sinqert, por duke qenë se kam shumë llojshmëri veshjesh dhe nuk më mjafton kurrë hapësira për gjërat e mia, duhet ta pranojmë. Kam veshje, rroba në magazin, kam të zyra, kam gjithandej ku ka dollape. Dhe ndonjëherë unë harroj që i kam disa gjëra. Vetëm kur kujtohem mbasi ka kaluar viti ose mbasi ka kaluar ai rasti që unë po kërkoja diçka. Gjithmonë ndodh kjo, por s'kemi çfarë të bëjmë. Sot si është na duhet të sistemojmë gjithçka këtu në kuzhinë, në sallon, që të jetë çdo gjë organizuar për festa, se është bërë një romuj këtu, që o zot. Tani do thoni, ka kush i bën këto punët? Po, patjetër ka kush i bën këto punët, pse duhet i bëja unë? Nice. Problemi është që më duhet, sa i bardh, o zot. Problemi është që unë duhet të jem gjatë gjithë kohës të tregoj çdo hapësirë, ku duhet vendosur kjo, ku duhet vendosur ajo. Pra derisa Gjesina të mësoj çdo hapësirë që është këtu. Të mësoj çdo gjë siç i vendosim ne, siç i sistemojmë në mënyrën tonë. Kështu që na duhet çdo gjë të ulim në tokë dhe ta ribëjmë nga fillimi në mënyrë që të kuptoj se si vendosen dhe si ndahen gjërat në secilat hapësira që ne i kemi vendosur. Unë duhet të bëhem gati të shkoj të puna se kam disa prova për të bërë, të disa modeleve të reja, edhe pastaj duhet të vish sërish në shtëpi se do na vijë mobiliere dhe doja të sistemoja pak këto mobilieri që ju thash që do bëj, këtu sidomos të tavolinën, dhe pastaj të shkoj dhe të bëhem gati, do lyhem tek Elona sot, kurse do lyhem shumë, po thjesht po përtoja, jam në gjendje skandaloze, nuk e di, s'kam qenë ndonjëherë kaq keq. Edhe do rregulloj pak flokët, mbase më ndonjë ondë të kthyer këtu poshtë, që të bëhemi gati për darkën, sot është festa e punës, kështu që do mundohem t'ju marr me vete. Erdha te zyra dhe shikoj që po më priste kjo pako gjigande. Ta shikojmë se çfarë na kanë dhuruar. Është një vajzë, në fakt është një kliente, që vajzat më thanë, pikturon. Edhe ka bërë diçka shumë të bukur për ty, kështu që mezi përpres ta shikojmë. Ta his? Po vjen. Kish ta dish. Si bukur. E para punës më pëlqen që është kaq e madhe, më pëlqen shumë gjëra të ndaja. Wow! E bukur!
shumë e bukur. I love it! Sa bukur pas ka bërë dhe logo. Zakonisht në para bëjnë kaq të saktë, por pas ka pikturu shumë bukur. Bravo. Faleminderit shumë që ke menduar të na zbukuror zyren me këtë pikturë kaq të bukur. Të shikojmë dhe pusullën që na ka ardhur me këtë pako. Okej, shumë e bukur. Faleminderit Anila. Një tjetër pako. Këtë na ka sjell ekonomistja jon. Lot me gjëra të bukura dhe të mira. Për Rojin, për Bekin, për mamin, për babin, për gjithë familjen tonë. Shumë e bukur. Faleminderit Jonida nëse shikon këtë video. Lajmi mirë, na erdhën më në fund dollape dhe shikojni sa bukur. Tani duket shumë më pastër dhoma, me estetike. Po e mendoja ta vendosja edhe këtë me dollap, po thash, nuk e di. Si thoni ju, bëra mirë apo bëra keq që e lash kështu. Po nga një anë thash të kuptoj që është një dhomë me rroba. Mjafton kjo faqe që është kështu minimaliste dhe pastër. Do vendosen edhe dorezat, se ende s'kam mbaruar, prandaj është kaq rremuj. Atje lart do të sistemoj këto arushat e Bekit që të duken bukur sigurisht, dhe këtu tani ose do ta mbyll ose do ta lë kështu. Don't touch it. Don't touch it. Let me help you. No! Don't help. I want to help. Look at me. Come here, Nini. Ta gëzoj Rogerti këta. Ti na marrin që supermarketin. Let's go! Ja, nuk i nxas makina. Mbaruam të gjitha blerjet tek supermarketi. Është fiks për ta vendosur kështu si fash. Po sa rënd jam unë. Tani po ikim te puna, edhe do lë Rogertin atje. Dhe direkt do shkoj në të Blustari. Erdha tek Elona tani këtu te Blustari të bëhemi njëri për festën. Ikem. Mbarova dhe make-upin, flokët, gati. Tani do shkoj në shtëpi. Edhe do vishëm, pastaj do nisemi për të lokale. Kam ardhur, jam veshur, jam gati për të dalë. Kjo është dhe veshja ime për sot, kam një këmishë poshtë, do ja u tregoj më vonë. Por kështu duket luku përfundimtar, flokët, make-upi, veshja, ky bomber njëherë e adhuroj, më ri shumë bukur. Këto pantallona që më nxjerrin shumë elegante, kam veshur takat, këto janë takat e mia të preferuara. Dhe jej, jemi gati! Më i mirë i gjithë kohërave, jam vërtet secili nga ju, edhe keni bërë që Anipria të jetë këtu ku është sot, në thënë të drejtën, për çdo gjë që keni dhënë kontributin. Gëzuar, gëzuar.
zot, jemi rikthyer. Normalisht kemi mbi 2 orë që kemi ardhur në shtëpi, por ula aty te divani dhe më dhem çdo pjesë e trupit. Kemi kërcyer sonte e kemi djeg. O zot, sa jemi kënaqur, nuk e di. Aq shumë e ka shijuar edhe fakti që shikoja të gjitha zonja që punojnë te ne, që po gëzonin, që ishin të lumtura, po i shikoja ndryshe nga që i shikoj zakonisht te puna, që normalisht aty vinte puna dhe nuk është se janë kaq të fokusuar që tregoj më shumë mbi veten. Realisht jemi kënaqur, ose si që kam bërë, janë skuqur syt nga lodhja. Kemi kënduar, kemi kërcyer, kemi pirë, kemi bërë gallat. O zot, nuk e di, jemi kënaqur pafund edhe më lumturon shumë fakti se secila kur u largua, ishte shumë mirënjohës dhe lumtur për gjithë këtë mbledhjen që ne kemi organizuar dhe festën që bëm. Ndonjëherë duket diçka e vogël, por për disa njerëz është shumë e madhe. Kështu që nuk e di, zemra mal që kemi gëzuar kaq shumë zonja tona. Ende s'jam ndruar, do të thënë, erdha ula në divan edhe nuk jam ndruar ende. Tani po ndrohem, po vesh pijamat për në shtëpi, të hiq këtë make-upin. Sonte është dhe Big Brother, nuk është se e kemi parë shumë edhe e kemi humbur fare ritmin. Nesër do ju tregoj më tepër edhe për ndryshime që bëm te dhoma e Rojit. Janë ndryshime shumë të bukura, ka ndryshuar e gjithë dhoma, duket më bukur. Edhe do i marr me vete se do shkojnë në Tiranë, do bëjmë thonjë. Çfarë do bëja tjetër? Tani është vonë, trurim, nuk di, s'po punon më. Jam shumë e lumtur që hoqa dhe një tjetër përgjegjësi që kisha këtë muaj, që ishte të organizoja dhe të bënim këtë festën. Edhe sikur vi çdo ditë e lecohem, normalisht mbasi të mbaroj ditëlindja, do jem Roj tani që nuk është në shkollë, e ka prish totalisht orarin e gjumit. Nëse flinte 9:30, 10 maksimumi, tani me zi, tani është ora 12. Ka kaluar ora 12, shumë keq. Nuk di se që është bërë me kalamajt tonë. Oraj, të përmirësohet ky lloj orari se jemi bërë të tërbuar të gjithë. Kjo është bërë si kung sot, macaro. Sot nuk më doli koha që të bëj supermarket haul, edhe i kishin vendosur të gjitha gjërat në vendet e veta, dhe nuk kam më të njëjtën ndjesi, nuk kisha kohë. Fatmirësisht unë e hoqa si përgjithësi, se thash të bëj gjithë pazaret e vitit të ri dhe pas vitit të ri këtyre ditëve, se nuk është se kam kohë të dalë shpesh të bëj tamam një supermarket, blerë supermarketi kështu fuqishëm. Përgjithsisht i merr Rogerti, po një deri në 2 herë në muaj më duhet patjetër që të dalë vet dhe shoh gjëra që mbas Rogerti as nuk e shkon në mend ta blej diçka. Edhe nuk bëra. Do bëj një herë tjetër, kemi kohë plot. Po, shoqyr që e hoqa qafet se nuk kam kohë, pastaj nesër më shkon dita në Tiranë. Pastaj me 29 më vjen shoqja ime dhe dua t'ja dedikoj asaj stili që jeton në Athinë. E keni parë në videon e Athinës. Edhe dua të rri gjithkohës me atë, do dalem, shkojmë gjëra, edhe nuk doja të kisha nga këto përgjegjësitë e momentit fundit para vitit të ri. Nuk është se më mbesin shumë gjëra tani, kam mbledhur thuajse të gjitha gjërat që kisha për të bërë. Edhe mirë, kam vënë përpara punën gjërat.
Tani janë shumë detaje të vogla që më duhet t'i mbyll. Edhe të presim me padurim. Ditëlindje, vitin e ri, nuk ma ka ndodhur asnjëherë më përpara, në vitet më përpara, të jem kështu para ditëlindje, se zakonisht, jo zakonisht, nuk është se kam festuar tamam ditëlindje, maksimumi me datën 31. Kam ngrënë drejk me gocat e punës, me shoqet, edhe në darkë me shtëpi, nuk është se kam bërë ndonjë organizim. Duke qenë se u bërë shumë kohë që unë nuk kam bërë një organizim për ditëlindje, edhe jam përfshirë kaq shumë, i kam marrë të gjitha gjërat, i kam mirëmenduar deri në detaj shumë gjëra, edhe se po flas me vogël se të gjithë janë shumë përveç meja. Edhe është hera parë, pavarësisht se unë e kam bërë për fëmijët, po për veten time që përfshihem kaq shumë për diçka në lidhje me mua. Edhe me qënë se unë jam përfshirë, e mbaj dhe ngoj, po them që gjithë kohës ditëlindja, se në të vërtet më ka marrë goxha për kushtim ky eventi, edhe është e momenti që nëse unë vendos ta bëj, o e bëj, ose se bëj fare. Dhe ta serumin, ta lej që të qetësohet pak lëkura. Se kam vendosur shumë sot, make-up shumë fare, dhe kam mbajtur. Ua, më mbaroj. Çfarë i kam bërë serumit? Ua, nuk nxjep më. Mbaroj viti, mbaroj dhe serume, mbaruan produktet. Tani shikojmë për ndonjë produkt tjetër. Kur më mbaroj disa produkte, preferoj që të marr disa të reja, t'i jap shans të provoj edhe produkte të tjera, jo vetëm të rija të vetëm me një produkt. Ti nështë ke shku në më përpara, nështë ke shku të ne. T'ju tregoj pak të këndin që unë mezi kam pritur për ta sistemuar, duket shumë bukur. Mua po më pëlqen, si u duket juve? Këtu kam vendosur gjërat që më duhen, sipër. Kjo është kuleta make-upeve që marr me vete kur lëviz. Këtu mbaj make-upet, zakonisht, por e kam lënë kështu. Edhe si dekor, edhe mund të fshen ndonjë gjë që s'duket bukur. Këto dy produkte i vendosa këtu se më duken shumë estetike. Krëri i personalizuar. Këtu kam vendosur të gjitha fuqat e make-upit. Këtu është vendi i farcoletave. Këtu është koltuku. Tani t'ju tregoj dhe sirtaret. Sirtaret nuk i kemi sistemuar mirë, ka diçka që nuk shkon, por do e shikoj dhe njëherë mobilierin. Thjesht i vendosa njëherë, kam vendosur të gjitha make-upet që unë përdor në përditshmëri, jo të gjitha që unë kam, se nuk mi nxë këtu, thjesht ato më të mirat, sot, kjo do më cëroj mua. Dhe këtu kam vendosur fondatinën, të gjitha concealeret, të gjitha gjërat që më duhen për të bërë make-upin, shpejt e shpejt. Ky është sirtari pak më i rrëmueshëm, këtu duket pak më pastër dhe bukur. Ideja është që të rrihet secila në vendin e vet që të shikohen kur unë t'i përdor, pra. Nëse më duhet diçka zot. Kur do e sistemoj edhe këtë. Kjo është për syrin e keq. Ka thënë mobilieri do vi, por do vi mbas festave të ta sistemojmë. Deri atëherë do e mbajmë kështu. Koltuku, edhe kështu duket ky këndi. Tani mezi pres të bëj make-up te kjo zona dhe t'ju tregoj ose ta shikoni se si do duket. Ulem këtu. Ja, te kjo zona këtu, shumë rahat, edhe bukur, më pëlqen.
Akoma s'kemi ndezur as këto, sepse ka shumë të shkurtër, me duhet të marrë një prizë treshe, se priza është diku këtu, edhe ta zgjas, që të ndisen dritat. Këtu kur të bëj make-upin ditën do ta hap perden dhe kam nga të dy anët. Do e shikoj ose në qoftë se mua më pëlqen më shumë atje ku e bëj më përpara, do shkoj te ajo ana prap. Ta shohim se si do shkoj kjo puna. Si që dhe e shikoni, dhe pse unë kam tani më një ndihmëse për këtë punë, prap merrem vetë. Arsyeja pse merrem vetë është që sistemimet kryesore dua t'i bëj unë, ose dy Alta. Edhe pastaj t'i them, këto janë vendet, edhe mund të vendosësh në këto vende që unë kam caktuar. Kështu që më duhet t'i bëj vetë prap këto detajet, plus që nuk rri dot. Duket sikur më ha shtëpia vendi kur si kam gjërat në vendin e vet, do të thënë kur nuk i vendos dora ime dhe mendja ime por dikush tjetër. Kështu që derisa të stabilizohem me këtë dhomën unë, do pak punë, do pak kohë, duhet ta bëj vet. Bëje mirë, bëje vet. Tani mbarova të gjitha punët. Po vendos të se duhet të vendos një maskë sonte ta baj gjithë natën. Po fillimisht, po ve këtë rrethin e kokës, ky rrethi të ndihmon që mos të lëvizë dhe maska. Maska me kolagjen është kjo këtu, që ta mbaj gjithë natën. Sepse kemi nevojë për të shkëlqyer. Hapa maskën. Tani me kujdes duhet ta vendos. Hello girls, si që kemi premtuar në fund të këtij vlogmas, do të shpallim fitueset e dhuratave rastësisht, të zgjedhura rastësisht pra, në komentet e secilit vlogmas. Janë 8 fituese dhe ne kemi zgjedhur këto bluze edhe këto dy kostumet këtu për t'i dhuruar. Vajzat fituese do zgjidhen nga video të ndryshme, prandaj kontrolloni komentet që keni bërë dhe nëse poshtë komentit tuaj keni atë replay nga Alda që ju keni fituar, na kontaktoni tek numri që ne do vendosim në koment. Ju falenderojmë pafund që na keni ndjekur në këto vlogmas, na keni mbështetur, na keni komentuar, nuk keni lënë gjë të mirë pa na thënë.